Mjerë për arabët, për një sherë të madh I cili është afruar, kanë dalë disa robër të cilëve nuk ka kush që ju ban ball. I mbytëm të gjithë ata që janë në tokë, tash është momenti që t'i mbysim edhe ata që janë në qiell. Nga numri I madh I tyre, besimtarët nuk do të kenë vend ku ta vendojnë edhe këmbën e tyre. Kjo është jeta më e mirë, kjo është jeta më e bereqetshme. Lum për atë I cili e mbrin këtë jetë. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona I dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes Tij, shokëve të Tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se një ditë do të ndodhë kiameti. Nuk ka dyshim se një ditë do të shkatërrohet dhe do të përfundon çdo gjë. Nuk ka dyshim se një ditë çdo krijesë do t'i dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Do të ndodhë kiameti. Mirë, po nuk do të ndodhë kiameti derisa të shfaqen para njerëzimit në sipërfaqen e tokës 10 shenja të mëdha të kiametit, të cilat na I përmendi dhe na njoftoi për to Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, I cili tha nuk do të ndodhë kiameti derisa të shfaqen 10 shenja të mëdha të kiametit. Në mesin e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për Dejjalin, na tregoi për zbritjen e Isait alayhi salam dhe gjithashtu na njoftoi për një shenjë të madhe të kiametit, e cila është dalja në mesin e njerëzve, në sipërfaqen e tokës, në përvende të ndryshme, dalja e popujve Ya'juj dhe Ma'juj, 2 popuj të mëdhej, apo 2 fise të mëdhaja. Kush janë këta? Kush janë këta popuj? Kush janë këto shenja të kiametit që për fat të keq shumë prej muslimanëve nuk e kanë as idenë dhe nuk kanë as një lloj njohurie për këtë shenjë të madhe të kiametit, megjithse një shenjë e tillë është përmendur në ajete të Kur'anit. Allahu Azza wa Jall na tregoi në Kur'an për popullin Ya'juj edhe Ma'juj, janë njerëz, janë nga bijtë e Ademit alayhi salam, jetuan në një kohë në të cilën shkaktuan padrejtësi të mëdha, zullum të madh në mesin e njerëzve, derisa pranë atyre kaloi një mbret I madh, një njeri I madh, një pris I madh me një ushtri të madhe, I cili është I njohur si Dhulkarneini. Dhulkarneini me ushtrinë e tij të madhe kaloi pranë këtij vendi. Njerëz I tjerë u ankuan për popullin Ya'juj dhe Ma'juj dhe than: "Ya Dhulkarneini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum
sedda. O Dhul Karnein, populli e Ya'juj dhe Ma'juj janë zullumqar, janë shkatrimtar, nuk lejojnë jetë të qetë në mesin e njerëzve, bajnë padrejtësi të mdhaja, vrasje, grabitje, plaçkitje, prishje të bereqeteve, rënim në gjitha aspektet. A ka mundësi që ti si një mbret i madh me një ushtri të madhe ne ta bëjmë ty një pagesë dhe ti të na e bash neve një pengesë ndërmjet popullit Ya'juj dhe Ma'juj dhe ne nga një anë tjetër të jetojmë të qetë edhe të lirë? Atëherë Dhul Karneini ju tha atyre: atë që ma ka mundësuar Allahu Azza wa Jall është më e mirë se pagesa juaj, mirë po unë do të kërkoj nga ju vetëm ndihmë nga ana e fuqisë njerëzore, ju të punoni bashkë me mua dhe jo, nuk do të ndërtojmë një pengesë të thjesht, do të formojmë një pengesë prej hekuri. Tha Dhul Karneini: atuni zubar al hadid, më sjellni copa të hekurit. Atëherë u ngritën njerëzit që t'u bëjnë hekur nga gjitha anët që kishin mundësi, i sollën copat e hekurit, i vënduan një mbi një, e ngritën atë derisa tha Allahu Azza wa Jall: hatta idha sawa bayna as-sadafayni قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Shikoje çfarë inxhinierie, shikoje çfarë pune, shikoje çfarë aftësie, çfarë civilizimi dhe përparimi i asaj kohe. Edhe zënzjarin e madh i cili do të jetë nën hekurin, i cili do ta skuq dhe do ta nxeh atë. Pastaj kërkoi Dhul Karneini që të merret bakër dhe të shkrihet ai dhe mbi atë hekur të hudhet edhe bakër. Kur hekuri edhe bakri do të ngjiten së bashku, nuk ka më fuqi e cila ka mundësi që ta prish atë dhe ta hap atë. E rregulluan atë deri në atë shkallë sa që e ngritën atë në afërsi të kodrave në të cilën jetonin populli Ya'juj dhe Ma'juj. Dy kodra të mëdhaja, nga shkëmbit e mëdhej dhe një pengesë e madhe e cila u vendua nga hekuri që e ndërtoi Dhul Karneini. Tha Allahu Azza wa Jall: famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Populli Ya'juj dhe Ma'juj nuk do të kenë mundësi ta kalojnë pengesën e cila u vendua dhe nuk do të kenë mundësi që ta shpojnë, ta hapin, ta qelin atë pengesë. Do të mbeten në ato vende të izoluar deri kur? Deri kur të vjen koha, deri kur të vjen caktimi i Allahut Azza wa Jall. Mundohet populli Ya'juj dhe Ma'juj që të hapin pengesën e cila është vendua dhe të dalin dhe të shpërndahen në mesin e njerëzve. A ka filluar hapja? Ka filluar hapja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve i friksuar, i trishtuar, hini në dhomën në familjen e tij dhe tha: la ilaha illa Allah, wailun lil arab min sharrin qad iktarab. Tha: la ilaha illa Allah, mjerë për arabët, për një sherr të madh i cili është afruar. Çka ka ndodhur ja Rasul Allah? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: populli Ya'juj dhe Ma'juj e kanë hapur pengesën e tyre. Sa kjo hapje, sa kjo madhësi, dhe bani në këtë formë me gishtat e tij. Kaq është hap pengesa, mirë po ajo do të hapet dhe populli Ya'juj dhe Ma'juj do të shpërndahet mbi sipërfaqen e tokës, do të dalin në mesin e njerëzve. Kur? Tha Allahu Azza wa Jall: hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Atëherë kur të hapet dhe do të del populli me Ya'juj dhe Ma'juj në mesin e njerëzve, do të zbresin nga gjitha anët, do të përhapen mbi sipërfaqen e tokës.
Kur do të ndodh kjo? Kjo do të ndodh si shenjë madhe e kiametit, në kohën që do të zbret Isai a.s. dhe në kohën që do të mbytet Dejali. Në atë kohë është Isai a.s. dhe janë besimtarët, mirë po do të dalin dhe do të përhapen në mesin e njerëzve populli e Gjugja dhe me Gjugj. Allahu Azza wa Jall i thot Isait a.s. i kanë nxjerr disa krijesa, kanë dalë disa robër të cilëve nuk ka kush që ju ban ball. Popullit e Gjugja dhe me Gjugj. As Isai a.s. me ushtrinë e tij nuk do të ketë mundësi të ju ban ball. Do t'ju thot Allahu, ngjituni në kodrën Tur, do të ngriten muslimanët, do të përhapen këta njerëz shkatrimtar, gjakpirës, zullumqar, do të vrasin, do të mbysin, do të rënojnë, do të shkatrojnë, do të arrin afër një uji Taberie, ku i pari do të pi ujë, i dyti, i treti, kur do të arrin i fundit do të thot, këtu një kohë ka pas ujë. Numri i tyre është aq i madh sa që numrin e tyre e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Do të mbysin, do të shkatrojnë derisa kur do të shohin nga anët e tyre nuk do të gjejnë as një njeri të gjallë, nuk do të gjejnë as një gjallës të gjallë. Atëherë nga krimi i tyre do të ngriten dhe do të thonë, i mbytëm të gjithë ata që janë në tokë, tash është momenti që t'i mbysim edhe ata që janë në qiell. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hudhin me shigjetat e tyre në qiell, ndërsa Allahu Azza wa Jall si fitnë për ata do t'u akthen shigjetat e tyre në tokë të përlyera me gjak. Do të ngriten, do të ngjiten shigjetat në qiell dhe do të zbresin të përgjakura. Atëherë do të thonë, i mbytëm ata që janë në tokë dhe i mbytëm ata që janë në qiell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Isai alayhis salam me besimtarët do të ban dua, do ta lut Allahun Azza wa Jall që Allahu t'ju ndihmon, Allahu këtë sprov t'u largon derisa Allahu Azza wa Jall popullin e Gjugja dhe me Gjugj do ta shkatron me një fuqi të thjeshtë dhe të lehtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të zbresin krimbat nga qielli dhe do t'i mbysin popullin e Gjugj dhe me Gjugj, krimbat të cilat hynë në hundën e debes. Me këtë ushtri të thjeshtë edhe të lehtë do të mbytet i gjithë populli i Gjugj edhe me Gjugj. Besimtarët që ndrojnë lart me Isain alayhis salam, a ka dikush i cili do ta flijon vetveten, do ta sakrifikon vetveten, që del edhe të sheh çka ka ndodhur me ata njerëz, çka ka ndodhur me atë popull? Do del dikush prej besimtarëve dhe do ta sheh që gjithë ata njerëz janë të shtrirë dhe të vdekur për tokë. Atëherë do dalin besimtarët. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga numri i madh i tyre besimtarët nuk do të kenë vend ku ta vendojnë edhe këmbën e tyre dhe nuk do të kenë zgjidhje se si t'i largojnë gjithë ata trupa, gjithë ata të vdekur, si ta largojnë erën e keqe të tyre, të atyre njerëzve të vdekur. Atëherë do ta lusin Allahun Azza wa Jall. Allahu do t'i dërgon disa shpend me qafa të gjata, të cilat do t'i marrin njerëzit e vdekur nga populli e Gjugja dhe me Gjugj dhe do t'i largojnë në vende tjera të cilat i di vetëm Allahu Azza wa Jall. Pas kësaj kohe pastrohet toka si një pasqyrë e kulluar dhe fillon një jetë tjetër me Isain alayhis salam. Kjo është jeta më e mirë, kjo është jeta më e bereqetshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lum për atë i cili e mbrin këtë jetë dhe e mbrin këtë kohë në të cilën do të ketë bereqet nga qielli, do të ketë bereqet nga toka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ketë xhelozi, nuk do të ketë hidhrime, nuk do të ketë përplasje. Njerëzit do të jetojnë të bashkuar me gjitha të mirat nga Allahu Azza wa Jall, ndërsa populli i Gjugj edhe me Gjugj do të jetë i shkatëruar. Ku është fundi i tyre? Në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall i flet Ademit alayhis salam, o Adem. Ademi alayhis salam përgjigjet, të përgjigjem ty o Zot, thot Allahu Azza wa Jall, akhrij ba'than nar, o Adem, ndaj, nxjerri
pasardhësit e tu të cilët janë për në Gjehennem. Thot Ademi a.s. e cilët janë pasardhësit e mi të cilët janë për në Gjehennem. Thot Allahu Azza wa Jall, nga 1999 janë për në Gjehennem. Subhanallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky është momenti ku fëmijët do të zbardhen. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Dhe ajo e cila ka qenë shtatzanë dhe do të ringjallet në atë mirë, do t'i bije bara e vetë nga trishtimi i madh. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Do t'i shohësh njerëzit sikur janë të dehur, në realitet ata nuk janë të dehur. Walakin adhab Allahi shadid. Dënimi Allahut është shumë i madh. Nga çdo 1999 për në Gjehennem, sahabet u randuan, sahabet u trishtuan, than ja Rasulullah, e kush do t'jetë ai një prej neve i cili do të shpëton, kur nga 1999 për në Gjehennem, kush do të ngelet ai një? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, përgëzohuni, 1000 nga populli e Gjuj dhe me Gjuj, dhe një prej juve, shumica nga ata të cilët do të hinë në Gjehennem, do të hinë nga populli e Gjuj dhe me Gjuj. Pra ky popull është i keq, ky popull është kriminal, ky popull është ai i cili do të përfundon në Gjehennemin e Allahut Azza wa Jall, ndërsa nga ummeti i tij do të jenë shumë ata të cilët do të përfundojnë në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahun nga dënimi i tij të na shpëton, Allahun në xhenetin e tij të na bashkon. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahun në këtë din të na forcon, Allahu imanin ton të na shton nga fitnet e ndryshme dhe fitnet e mëdhaja dhe fitneve në prag të kiametit. Allahu të na mbron. Lutim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, gjendjen e muslimanëve në Gaza Allahu ta lehtëson, gjendjen e muslimanëve në Sudan Allahu ta lehtëson, gjendjen e muslimanëve kudo që janë Allahu ta lehtëson. Lutim Allahun Azza wa Jall, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.